Jo më tej me zhvillimet kryesore në rang ndërkombëtar do të ndalemi tek Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila vijon punimet e saj me rreth 190 delegat që janë bërë bashkë për të ndjekur edhe fjalët e krerëve të shteteve të botës, pjesë e pikërisht saj asambleje, teksa mbajnë fjalimet e tyre në lidhje me dy çështjet kryesore, dy konfliktet globale. Mirëpo, në informacionet fundit, 10 delegat kanë dalë nga Asambleja e Përgjithshme që po zhvillohet në New York, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu filloi fjalimin e tij. Kryeministri izraelit u drejtohet vendeve anëtare të OKB-s, ndërsa rriten protestat ndërkombëtare për sulmin e Izraelit në Gaza pas sulmeve të udhëhequra nga Hamas më 7 tetor. Kryeministri Netanyahu e filloi fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme duke lavdëruar operacionet e Izraelit kundër Iranit dhe aleatëve të tij në lindjen e mesme. Gjatë vitit kaluar ne kemi goditur me grusht Houthit, përfshirë edhe dje ne shtypëm pjesën më të madhe të makinerisë terroriste të Hamas. Ne e gjymtuam Hezbollah duke eliminuar shumicën e udhëheqësve të tij në pjesën më të madhe të arsenalit të tij të armëve, deklaroi Netanyahu. Ndjekim videon. Please, order in the hall. 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 Rikujtojmë se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thoi nga Izraeli duke ndjekur dhe rrugën ajrore të detit mes dhe përmes dhe ngushticës së Gibraltarit, duke shmangur hapësirat ajrore të Francës dhe Spanjës për shkak të një urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale, e cila qëndron për të me akuzat për krime lufte.